Selam aleikum me mbrëma të dashur shikues të dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se takojmë në emisionin ton të radhës fundjavë me provën me mushkët e mesenës e moderator. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe me që jemi gati ka fundi, kemi disa ditë, ndoshta jo, ndoshta por jemi ka ajo pjesë ku ne do duhet të orientohemi se ka të çojmë parat tona, ka të çojmë ato që ne kemi vendosur të japim, për çka do të marrim shpërblimin me shumë përveç aq sa e di. Edhe shpërblen Allah i madhënishëm. Unë sonte kam dhënë nga sinë që për herë të dytë për cilësinë e një hoxhe shkrimtare, një hoxhe pres ndoshta jo, po menaxhues i jashtëzakonisht i mirë i shoqatës Bereqetit, të kem hoxhën e dashur e nderuar e tashmë të njohur hoxhën Xheladin Fazli. Selam aleikum Imam dhe mirë se na erdhën. Aleikum selam, mirë se u gjetëm, kënaqësi gjithmonë. Udhëheqës, menaxher i Bereqetit, përgjegjës, drejtues, çka më të thonë me titull? Ma shumë edhe aktivist. Aktivist më prej fillimit, po sepse ashtu e ndiem veten edhe që jena në strukturat udhëheqëse të shoqatës Bereqeti, kryjmë edhe punën e sekretarit, po ma shumë që këto vite, po banë mbi 15 vite që jam po në shoqatën Bereqeti, e ndi veten ma shumë aktivist dhe gjithherë kom qef të flasë në gjuhën e aktivistit, sepse aktivistët janë ndoshta ajo ajka e një organizate ose një shoqate. Kështu që gjithherë me kënaqësi jena mundu sa do pak të gjindemi të aktivitetet që i ka pas shoqata Bereqeti, bashkarisht gjithmonë me koordinatorët, me njerëz të cilët i ka në anën mbar Kosovës. Bereqeti funksionon çdo ditë Zotit, jo vetëm për Ramazan, por për Ramazan shtohet aktiviteti juaj. Nisem me atë pjesën që kur është, ose që kur ekziston, ose që kur është themeluar Bereqeti, nisma ideja. Po Bashkia Islame e Kosovës nifet, do me thonë, të njerëzit që ka pas një aktivitet jashtëzakonisht mirë dhe dukshëm, sidomos para luftës, në periudhën kur gjendja ekonomike u konë shumë e rënë të populli jonë, dhe organizimi fetar ose në për xhamia, por ka të bëj me një aktivitet shumë të bujshëm të saneve humanitare, e dina rolin e madh që ka luajtur medreseja Alaudin, me ato depët që i ka pastaj edhe vetë kryesia e Bashkisë Islame me drejtuesit e saj. Para luftës është quajt një grup emergjent që kanë punuar, ose edhe gjatë periudhës luftës ma shumë ka funksionu kjo, ka qenë një grup emergjent që është quajt që jenë marrë me ndihmat të ndryshme të cilat kanë siguru qoftë nga diaspora, qoftë nga njerëzit e vendit, por qoftë edhe nga vendet islame, që kanë marrë ndihma, domethënë edhe në periudhën e luftës, po edhe mini herë mas luftës. Pastaj pas luftës... Emergjenti ekziston para dhe pas luftës? Jo, para luftës ka qenë, domethënë që ai këshilli emergjent, edhe ka qenë krejt aktivitetet humanitare në krynë në mbrellën e Bashkisë Islame të Kosovës, edhe disa aktivitete që është nifen janë nëpërmjet ose në kuadër të medresesë Alaudin Prishtinë, me ato degë që i ka pas në Gjilan edhe që i ka edhe në Prizren. Kurse pas luftës me rrethonat e reja, ardhja e UNMIK-ut, misionit e UNMIK-ut, po atëherë është një aspekt jo i na detyru, por i kena bo, do me thonë, shtetin ton, njerëzit ton, edhe e kena regjistru si OJQ, pra zyrtarisht shoqata Bereqeti që ka marrë numër fiskal, po edhe është regjistru si OJQ, po është zyrtarizuar në vitin 2001, edhe atëherë themeluesi kësaj shoqate ka qenë vetë Miftiju i tanishëm që është Miftiju Naim Tërnava, domethënë është njeriu që e ka regjistru shoqatën bashkë me krye imamin e atëhershëm zotërisë Sabri Bajgora, pra këta konsiderohen themeluesit ose njerëzit e cilët e kanë regjistru në organet e UNMIK-ut të atëhershëm, pra pas luftës shoqatën Bereqeti. Si organizatë jo qeveritare? Si organizatë jo qeveritare, po, domethënë është organizat OJQ i plotëson gjitha kriteret, e ka certifikatën e regjistrimit, e ka pastaj edhe certifikatën e përfitimeve publike, sikur këtë OJQ-t ose me ligjet e Kosovës që i nënshtrohemi, domethënë këtë ligjeve të Kosovës që sikur secila organizat apo shoqat që është e regjistruar në shtet. Aktivitetin ose punëtorët të cilët ose njerëzit të cilët punojnë në kuadër të shoqatës Bereqeti, pagat, ato shpenzimet e derivateve, logjistika mbulohet prej Bashkisë Islame të Kosovës, kurse
raportet që i krym ne, do më thonë, mas pari kemi obligim të raportojmë çdo vit, që shënojë që të raportojnë organeve të shtetit, por atë raport ne e drejtojmë edhe të organet e Bashkisë Islame të Kosovës. Shoqata Bereqeti edhe emri i saj, masi edhe thatë ju se ka pas këtë emër para luftës ose pas luftës, në disa periuda para luftës është qujtë edhe si Sami Frashëri, do me thonë ato kanë ndryshu edhe emrat për shkak edhe strategjisë për me arrit ndihmat qoftë në konflikt që ka qenë edhe Drenica atje, por pas luftës për e ka marrë këtë emër, ka qenë një ide edhe mendim i Bashkisë Islame që të vendoset se e din që fjala Bereqet rrjedh edhe prej, ka kuptimin, po e kuptojnë edhe gjithë edhe njerëzit tonë, se e përdorin njerëzakonisht shumë për gjërat e mira, për gjërat... Sa më të shumë t'japësh, aq më shumë Bereqet. Jepet Bereqet, do me thonë, kështu që është një emër njerëzakonisht i mirë, i ka qëndru mirë tash për mbi 2 dekada, edhe vazhdon me pas këtë emër. Pastaj ka qenë e fokusuar shumë edhe në periudhën Seline ka pas në Gjilan, kur ka qenë lufta në luginën e Preshevës, edhe atje ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht shumë në dhurimin e ndihmave apo pak ushqimore dhe sane logjistike që kanë ndihmuar asoj zonës. Në një fjalë, Bereqet ka në luginën e Preshevës. Ka edhe te historia e Bereqetit, domethënë hasim që ka aktivitet edhe te lugina e Preshevës. Pastaj edhe një fokus ka qenë edhe në refugjatët kur kanë qenë të Kosovës në Qegran, po qoftë edhe në Blac, do më thonë me disa organizata që kanë orë sidomos nga bota islame, kanë kontribu qoftë me shatorat ndryshme, po edhe me ushqimeve dhe veshmbathje, ka qenë një urë lidhse e atyre hoxhallarëve të cilët kanë qenë në ato kampe, me disa shtete muslimane që i kanë bën kuadër të kësaj shoqatës, pra që tha me emra tjerë, për shkak strategjisë edhe për hapjes së më shku në vendin e dur, sepse na po i shohim edhe te arkiva jonë, po i shohim dokumentat të cilat kanë përfituar ndihma njerëz edhe në gjatë atyre periudha ose atyre që ka kalu populli jonë. Tani kena një strukturë jashtëzakonisht të organizuar edhe të mirë, tash kemi 30 koordinatorë nivel vendi, jena prezent 30 komuna të Kosovës, ku ka Këshill Bashkisë Islame, kemi edhe nga një koordinator aty të Bereqetit, kemi bërë një objekt jashtëzakonisht të mirë në mesin e Kosovës, në Lipjan, që është lidh komplet Kosovën, aty kemi logjistikën ose selin kryesore, kemi frigot për mbajtjen e mishit të kurbanit që janë kushte jashtëzakonisht me standardet të cilat duhet me i plotësu të agjencionit të ushqimit. Pastaj kemi edhe depo për veshmbathje, për pak ushqimore, por edhe për gjësende tjera të cilat na gjatë gjithë vitit jemi prezent. E përmendet pjesën e kurbaneve. Muslimanët brenda vesh Kosovës, përfshirjet të Kosovës lindore, nëse paguajnë për kurban, në thona ndryshme nuk kanë mundësi me pare, për shembull jetojnë banesë apo dikun, janë të sigurt që mishi prehet halal, shpërndat halal, domthonë kurbani i tyre shkon në vendin e dur nga njerëz të dur dhe nuk ka frikë aty, nuk ka vend për frikë? Sa i përket sidomos që 3 vitet e fundit, domethënë nuk ka frikë për këtë organizim. Kemi ekipën që janë profesionale edhe në aspektin fetar, por edhe që kanë marrë trajnime edhe të agjencione të ndryshme për këtë ceremoni ose themi këtë obligim që e marrim këtë mbi supet tona për besimtarëve. Dhe unë ftoj edhe njerëzit sidomos që janë në Kosovë, ndoshta Mërgata ka ma problem, po dhe ata gjatë verës kur të vinë, është mirë me ardhe dhe me i pa se në çfarë kushte ruhet mishi kurbanit. Thjesht mund jenë qetë më rahat. Pa problem, do të thonë kjo është amanet të cilën ne e marrim para Zotit mas pari, por edhe para njerëzve, sepse është ekipa e profesionalizuar në çat lami që mirët në gjatë procesit të therrjes, çfarë kafsh duhet me qenë, çfarë kritere plotësojnë ato, pastaj edhe paketimi edhe deri te ardha të depoja, edhe deponimi.
Pastaj edhe rujtja me kushte jashtëzakonisht mira, ashtu që i kërkon gjithherë na jena në kontakt edhe me agjencionin e ushqimit, sepse ajo depoja spari kur është ndërtu, ajo duhet edhe të licencohet, që na tani jemi të licencum, edhe na i përcjellin çdo lëvizje që i bëjmë, domethënë agjencioni i ushqimit, që kemi një bashkëpunim shumë korrekt me ta dhe shumë domethënë të afërm për shkak se kemi të bëjmë me ushqim. Dhe pse jo me arë besimtarët, njerëzit të cilët janë kureshtarë me ditë se si shëruhet, kjo është gjë e hapun, se na kemi një amanet që e marrim për besimtarët dhe dëshirojmë që edhe ai të jetë i kënaqur. Domethënë, edhe para Zotit na me i kry ato obligimet që i kemi, po pse edhe para besimtarëve mos me kenë shumë të hapun në këtë sen, kështu që jemi të hapun, mund me ardhe me pa edhe me pasin çfarë kushte të mira ruhet mishi. Pastaj çka është një mirë që unë kam filluar ta shkruaj në fundit me përmend, sepse edhe nga modestia dhe njerëzit e shoqatës tonë për Bashkisë Islame. Duhet të kalojmë në këtë pjesë pak. Ndoshta shumë detale nuk i kanë përmend, e ne po shkojmë nga ajo që ndoshta dikush i intereson edhe detalet. Për shembull, kur vjen periudha e mishit kurbanit, shpërndahet një pjesë e madhe të njerëzit nevojtarë në gjithë territorin e Kosovës. Pastaj i kemi na, para Bajram, domthonë, jo, Rekomendime tjera bëjnë normal, pastaj nuk është mas Bajram, që me ushiju pastaj na i kemi 2 gjelltore humanitare, që është njën Mitrovice dhe njën në Pej, që për çdo ditë ka 300 në Pej edhe 300 shujta në Mitrovice i japim të ngrohta, domethënë ato 2 gjelltore ose kuzhina humanitare i furnizojmë me misht kurbanit. Pastaj çka është edhe një tjetër, domethënë tashte 19 vite që shtrohet iftar te Pallati i Rinis, domethënë që i jepën ato mbi 2000 iftare mrena ditës, që i jepet ushqim edhe për shofër njerëzve nevojtar të Prishtinës. Ajo disa vite më herët ka qenë edhe në Mitrovice dhe në Skenderaj. Tash kapo më duket si vitin e ardhshëm do të bëhet edhe në Ferizaj. Dhe krejt ato iftare që shtrohen, që jepen nevojtarve, mishi, produkti i mishit është i kurbanve, i joni. Që na japën Sultan Eyüp, që është kjo, domethënë një fondacion prej Turqisë, që i kam lidhur disa biznese edhe në Kosovë, po edhe në Turqi, që shtron iftare ato, mishi i kurbanve që është i ruajtur, që tha më herët në kushte zakonisht mira, domethënë i dhurohet atij fondacioni që nevojtarët të marrin mish kurbani. Domethënë kjo është diçka ekskluzive që e themi, sepse nuk e kanë ditë ndoshta besimtarët që një pjesë e mishit ruhet edhe për Ramazan, për nevojat e atyre nevojtarë. Që është një diçka që jep me kuptu që na gjatë gjithë vitit, mishin e kurbanit e shpërndajmë, e ruajmë dhe ku ka nevojë ne e dërgojmë te nevojtarët. Në më po shpërndajmë ka mish që them pak më herët. Edhe para kurbanit që ata më shiju padyshim. Mas pari shteti jonë din se sa posedojmë na mish. Gjithçka është transparente. Që nga ata të cilët kanë paguar mish kurbani, që na në revistën tonë që e kemi, që quhet Dituria Islame, ne gjithë emrat e tyre i publikojmë, ata të cilët kanë paguar pra nëpërmjet Bashkisë Islame që kanë paguar kurban. Pastaj edhe në raportet që i përmendëm më herët të shtetit, që i dërgojmë na një herë në vit, atëherë dërgojmë edhe raportin se ku kemi shpërndarë mishin e kurbanit. Pastaj një raport tjetër na e kemi edhe ndaj obligim me dërgu edhe në Bashkinë Islame të Kosovës, që ata neve që na kanë autorizuar për me menaxhu pastaj shpërndarjen e mishit kurbanit, atëherë e kemi obligim edhe atyre me u raportu se ku shkon mishi i kurbanit. Me një fjalë vend për hamendje për ngurrim nuk shoqata Bereqeti. Po shoqata Bereqeti duhet me pas parasysh edhe një diçka. Mujna me qujtë edhe si shoqat domethënë institucionale. Pikërisht. Sepse ndoshta ato OJQ të ndryshme tjerat që kanë 2-3 individ një bord thjesht, kurse ne kemi mbi një kryesi të Bashkisë Islame, që është një kuvend i Bashkisë Islame, që është një kryesi e Bashkisë Islame, që krejt e monitorojnë domethënë punën e Bereqetit. Edhe ne kemi obligim për me raportu atyre se çka bëhet në Bereqet. Por nga aspekti fetar hoç, edhe që edhe njëre se është proof me sqaru, domethënë na si OJQ i kemi punët e ndome.
Domethënë Bashkia Islame e Kosovës organizon thirrjen e kurbanave, gjetjen e kafshëve dhe krejt, ne si OJC, që jena në kuadër Bashkisë Islame, ne e bëjmë shpërndarjen. Qysh është edhe për vitra, edhe për zeqat. Ne, aspektin material, domethënë, nuk e pranojmë zeqatin edhe vitrat ne si bereqet. Po neve Bashkia Islame, kur të ndonë për vitra dhe për zeqat, ne bëjmë shpërndarjen. Domethënë vitrat edhe zeqati paguhen në Bashkinë Islame të Kosovës. Një njoftim kjo për ta që po, edhe kjo është domethënë që i kemi punë të ndome. I kemi domethënë obligimet janë të ndome. Medreseja i ka punët e veta atje, por edukimin dhe nxjerrjen e kuadrave. Fakulteti i Studimeve Islame i ka me studentë, na jena shoqat humanitare që jena në kuadër Bashkisë Islame, por ne bojmë ato që na vijnë ndihma prej Bashkisë Islame dhe prej donatorëve që i siguron Bashkia Islame edhe për se do të flasim edhe më vonë që kemi bashkëpunim të mirë edhe me disa, edhe jena lidhur me disa fondacione shumë të mëdha që janë botërore, atëherë na vetëm bojmë shpërndarjen, menaxhimin edhe atë logjistikën e krym deri te mesh halal po hanga në studentët. Padyshim. A ka më mirë se gjithçka është në kontroll. Gjithçka është. Jeni edhe hoxha, po du me na lehtësu neve xhamatit që nëse ne paguajmë në bek, qoftë brenda Kosovës, qoftë Kosovë Gjindore, qoftë Mërgat, çojmë para të biku e bëm jetë për kurban. Domthonë na pranohet fetarisht kurbani neve, kemi kryer këtë pjesë fetarisht? Edhe të zeqati, domethënë se ka lidhje dhe zeqati, domethënë disa obligime në këtë botë Allahu xhaleshanu na i ka letu. Kur ne nuk mundemi fizikisht me kry një obligim, atë nëse autorizojmë dikënd, atëherë te Allahu xhaleshanu është në rregull dhe domethënë ibadeti jon është i pranuar. Në këtë rast është sikur te haxhi ose te umrja. Kur ti fizikisht nuk të lënë se prej kushteve të haxhit është me pas shëndetin edhe me pas aspektin material. Po nëse të mungon ty shëndeti, atëherë ti autorizon dikënd edhe me shku bedel edhe me ta kry haxhin. Kështu është sikur kur ti kesh dikujt 100 euro borx, po e bën ma thjesht për me kuptu njerëzit. Edhe nuk po ka mundësinë fizike, këto 100 euro më janë dërgu filonit, atëherë unë autorizoj dikënd edhe them apo ka mundësi këtë borx me ma. Po amanet, ha? Amanet është ko amanet. Se njerëzit e marrin shumë thjesht këtë, po shumë amanet. Domethënë ti një kurban që e bën jetë për hir të Zotit, me e therr, po ma beson mua krejt. Domethënë unë duhet të bëj shpërndarje. Goxha përgjithësi e madhe, edhe goxha është një amanet që njerëzit që veç pak janë besimtar e ndjen që është një peshë shumë e madhe në trupin e njerit. Kështu që për ata njerëz të cilët jetojnë në vendet urbane, kjo është bani lehtësim. Vendet urbane, për shembull jeton në një blok banesor që është ku me thirr kurbanin, ose në Mërgat, ose krejt njerëzit të cilët jetojnë nëpër vende ai nuk ka mundësi, ndoshta nuk e din ku shitet kurbani, atëherë këtë barë, këtë peshë ka marrë Bashkia Islame këtë amanet, edhe për më u lehtësu besimtarëve dhe për me thirr. Mirë po, çka është edhe një e mirë prof, se edhe na vet, unë për veti edhe unë jam i angazhuar edhe ato ditët e Bajramit, unë s'kam vakt ta theri kurbanin të shtëpia. Sigurisht. Ndoshta më herët, para 40 vjet, 50 vjet ka qenë kohë që një klim tjetër. Dhe kena pas mundësi ndoshta me i therr në për shtëpi që kena jetuar në për shtëpinë fshate kështu me radhë. Po është edhe një diçka tjetër. Për shembull kemi ato mbi 250 ton që krijohen mesh prej kurbanëve. Nëse kurbani jo ti e ke bën jetë me thirr kurbanin, e paguën në Bashkinë Islame. Me emrin e Zotit je hisenik quajmë na. Në krejt shpërndarjen e çati mishit që shpërndahet edhe te iftarët, edhe te personat me nevoja të veçanta, edhe te nevojtarët e kategorive të ndryshme. Domethënë je hisenik se një pjesë e paras tone është në mesin e çatyne mbi 250 ton. Domethënë ajo e mira është goxha e madhe, sepse je hyn në një kalat të madhe shumë besim. Në tull tonë, domethënë hyn në një ndërtesë shumë mirë e sjellë këtë shembull, domethënë ke kontribuar në një tull, mirë po tull është bë kalaja. Është bë kalaja. Kështu që edhe me atë bindje, domethënë e paguajmë kurbanin që të hyjmë në çat kalon e madhe të bamirësisë që prek çdo cep të Kosovës. I përmendet kategoritë përfituese. Po. Masakt, familjar, familje ndryshme, jetim, nevojat veçanta
Po, si bëhet përzgjedhja dhe si bëhet pastaj kujdesi ndaj tyre. Po, na jena shoqata dhe sektori humanitar i Bashkisë Islame, që kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me krejt organizatat në Kosovë. Edhe jena e vetmi organizat që ju ndihmojmë edhe organizatave tjera. Domethënë, edhe kjo është një që na dallon prej shoqatave tjera. Na sigurojmë ndihma prej vendeve të ndryshme të botës, edhe i shpërndajmë edhe të organizatat tjera. Për shembull, na nuk kemi nevojë me i ndjek në krejt Kosovën me i lyp ku janë persona me nevoja të veçanta. Vetëm i thirrim shoqatat në qendra. Po, i thirrim edhe ata na japin listat, na japin informacione dhe na ju japim ndihmat atyre dhe ata i shpërndajnë dhe janë të kujdesshëm. Janë të kujdesshëm shumë edhe kthyrjen e raporteve dhe listave se kush ka përfitu. Çashtu bëjmë me pensionist, çashtu bëjmë me shoqatat e dalura nga lufta, që kemi një kujdes edhe për ta të veçantë. Domethënë, na bashkëpunojmë me ta, ju japim atyre dhe ata neve na kthejnë raport se ku i kanë ndërku. Dhe kështu që na e shohim mëna ditës që ndihma jon ka prek. Edhe të personat me nevojë të veçanta, edhe të pensionist, edhe të jetimat, edhe në çdo cep të Kosovës, domethënë prek ndihma e jon duke bashkëpunuar me çdo organizat. Pastaj edhe një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë është edhe me drejtoritë e Ministrisë Sociale, që edhe ata na kanë partner goxha të mirë, sepse ne mas pari, domethënë, bazohemi te listat e drejtorive të Ministrisë Sociale, që janë për Kosovë, pastaj shfrytëzojmë edhe organizata tjera. Kështu që edhe këto ditë, domethënë, edhe para Ramazanit, edhe gjatë Ramazanit, këto ditë e para të Ramazanit, kena pas një shpërndarje me drejtoritë e Ministrisë Sociale në nivel vendi, mbi 8500 paku i kena pas veç nga Fondacioni Mbretit Selman nga Arabia Saudite, që është viti 4, që ne kemi një bashkëpunim që përmi 8.000 pako çdo herë ata i mbushin në Kosovë dhe i shpërndajnë ndoshta përmi gjysmë milioni euro, që është vetëm ky donacion. Pastaj kemi edhe nga drejtoria e vakëfeve të Turqisë, që kjo është që 15 vite që na i bin ka 5 maune, domethënë secila maune nga 1000 pako që janë gatshme që vinë nga Turqia, ushqimore që janë për familjet nevojtore. Sot pas kemi me përbash hurme, po të probleme për shkak të më fol. Bash me hurme jetë. Pastaj edhe donatorët tonë këtu edhe nga Mërgata dhe bizneset e ndryshme të cilat kemi hapur para Ramazanit dhe ditë dhe brenda Ramazanit ka qenë shumë e suksesshme dhe aksioni tashmë tradicional sufra Ramazanit, që edhe kjo ka sjell shumë pak ushqimore dhe ndihma, domethënë ushqimore për Ramazan. Pastaj si vjet i kemi një 6 kuzhina, në mesin e atyre kuzhinave që tham që i kemi tonat, që i menaxhojmë na, kemi edhe të minoriteteve tjera që janë Roma Shkali, edhe Gjipjas që janë në fushë Kosovë, po edhe disa tjera në Kosovë që ju kena sjell mall që themi na refuz. Orez, makarona dhe ata kanë me i zi për 30 ditë, domethënë i kemi pa. Nimi iftare i shtrojna për çdo ditë. Domethënë nimi iftare i kena mbulu në qëto 6 kuzhina popullore që janë në Kosovë, ju japim ushqime, makarona, orez, këto çka shkojnë supa, fide, që shkojnë për me pregadit një iftar, për 1000 që shtu në ditë, domethënë 30 ditë bojnë 30.000 iftare, i kena që ushqimin edhe ata e pregaditin, edhe kjo ka qenë diçka e re si vjetë. Domethënë, jo dikush me shkufish me pagu iftar, mirë po na i kena sjell artikuj dhe ata i pregaditin vetë. Dhe besoj që kjo do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kjo është një donacion edhe kjo prej drejtorisë së vakëfeve të Turqisë, që është një drejtori që ndihmon shumë, sepse është edhe llogaritet edhe drejtori që është në kuadër të shtetit, në kuadër të Ministrisë të Kulturës edhe Turizmit, që ka një bagazh edhe ka një diçka shumë, domethënë të madhe, një buxhet shumë të madh, sepse ka renovuar edhe disa xhamia dhe kanë rregulluar edhe disa qendra në Kosovë, ka edhe qerë dhe kështu me radhë. Andaj Ramazani, për këto ditë Ramazanit kanë qenë plot mbushne me aktivitete humanitare që dhe në fund keni parapara shumë, sigurisht. Pa dyshim, tani fokusohemi edhe të Bajrami atje me dhuratat të ndryshme që na për qendra i pregaditim, kështu që ka qenë një diçka që në Ramazan na, se e nisë edhe në fillim prof, po du më këtu këtë fillimi atje, në Ramazan ne
e shtojmë atë aktivitetin, mirë po na jemi aktive dhe gjatë vitit. Në shtohen e së vapët. Pa dyshim. Dhe kjo punë që angazhem, Hoxh, ki gjetë kohë dhe me shkru një libër të mirë. 3 dekada zhvillim të Hevalisë. Që në kemi nga veluja për ata që se din, edhe ka lindi ideja pse qysh e tek në dim bëndbanimi matë Hevalia, po çfarë më shumë përmban në libri. Që nga mërtimi, për shembull, është, unë jam, domethënë, shërbej imam që 20 vite në Hajvali, edhe atu kom lindë, edhe atu, domethënë, jam rritë kom bë këto vite deri më tani, kështu që ideja ka qenë që tu bisedu privat me njerëz edhe me xhamatli, kur është nis xhamia, lujke dota ka pak, jo dhe ke verës, jo dimrit. Pastaj me interesoj kjo edhe historiku pak i shkullës, si ambulantës, si njerëzit kur kanë ardhur. Edhe këto a kom pasën kokë gjithherë, për këtë periudhë që kom punu me komunitetin, edhe nga dal, tu im ledh do dokumente, tu im ledh do fotografi, tu im ledh do tu bisedu me njerëz, po, edhe doshti Zoti që me nxjerr një monografi që është e para, domethënë, e komunitetit ton, e fshatit ton. Kështu që unë dua t'i falenderoj edhe njerëz të shkollave që kemi 2 shkolla fillore atu, njerëz të Oballantës, të Postës, edhe njerëz të xhamisë të cilët më kanë ndihmuar krejt ka pak për me ardhur dhe me u bë kjo monografi. Unë deri me tani që kena bë shpërndarjen, domethënë edhe te komuniteti e kanë pranuar jashtëzakonisht mirë. Edhe mund jo falem. Me Kështu që kjo është vetëm një nismë, unë e di që nuk ja kom qëllu 100%, mundet me pas edhe gabime dhe lëshime. Një e din sigur njerëzit që, ose leta din sigur që unë nuk mbo diçka me qëllim, s'kom shu diçka, ose me naj prapavi diçka. Kështu që besoj që edhe gjeneratat e reja, qëllimi ka qenë ma shumë të gjeneratat e reja me mësu edhe për historikun e shkollës, edhe të ambulantës, edhe të shtëpisë të kulturës, edhe zhvillimit që është bën në fshat. Pastaj çka është brenda librës është edhe lista e njerëzve të vrarë gjatë luftës, që nuk e kena has kërkun në asnjë literaturë, është për herë të parë në këtë monografi, lista e personave të cilët kanë humbur jetën ose janë vrarë prej okupatorit serb, komunitetit tonë, pastaj janë njerëzit e zhdukur, pastaj janë edhe njerëzit që në 2 faza dhe janë burgos. Një listë goxha e madhe e njerëzve të cilët kanë vujt burgun në kohën e luftës, që janë marrë peng prej fshatit tonë, gjithë emrat e tyre janë të shkruar në këtë libër. Ka, domethënë, fatmirësisht janë të burgosit janë të gjallë, domethënë janë kthy prej burgje, mirë po kanë vujt burgjet 1 vite deri në 2 vite kanë qenë peng ata. Pastaj është e kena ilustruar edhe me fotografi të ndryshme. 1862 po thot ekziston si vendbanim. Goxha do vite. Është goxha do vite, shifet kështu si vendbanim i ri, mirë po ka një histori goxha të bujshme dhe të mirë, të lëvizjeve të cilat i kanë bë. Pastaj çka është edhe një diçka, çka unë kam vendosur. Po ndim Hoxha mia kur është nismu supermarket. Po mund vas po morëm vesh se jenëm arkive së Bashkisë Islame dhe gjetëm që xhamia jonë është nisë me 39 tonë 1985 ditë ajte. Vendos guron. Po vonë, xhamia është pak më vonë, domethënë krahasim me objekte tjera. Ka pas disa shkolla ato e koncekune që ka pas edhe një lloj si me i tepi, sepse marret edhe teravit dhe ato i kanë folë për oda, sikur në shumë vendbanime të Kosovës. Kështu që edhe një diçka e koncek këtu ka fundi një lloj si liste që 2024-ën, për shembull, autolari janë, sa rroba qeps janë, sa berber janë, kombani, bizneset e vogla dhe objektet më të veçanta të cilët janë brenda, kështu që mas 50 viteve, ndoshta ose edhe më shumë, jetë një kujtim i mirë që në vitin 2024 pas kanë qenë kaq objekte, domethënë më të veçanta për shtëpive që janë private. Kështu që e kanë prit mirë njerëzit, edhe besoj që do të jetë një informator shumë i mirë. Ne kemi pas këtu edhe njerëz të shteteve të ndryshme, të cilët na vizitojnë, ata na sjellshin dhurata, na nganjëherë u nishim keq, çka më i kthy, tash kemi
une, po edhe banor tjerë kanë diçka për mi dhuru në amën të fshatit që edhe ata, do me thonë, kanë diçka prej fshatit si dhurat. Sportin se Barcelona anash. Edhe sportin. Futbol, për vajza, për djem, po. Ekip ciklistëve, ma gjithë se ciklistëve më dhënë, po. Në të bëj Kosovës. Ambulanta, shkollat, që është puna me to? Po, edhe parat që kur janë po, do është edhe një pikë tjetër, në prej kemi disa, do me thonë, quhen në fshatin tonë varrezat e vjetra dhe varrezat e reja. Kemi shkryt edhe për varrezat e vjetra dhe për varrezat e reja, se kush është vorros njeri par, do me thonë, sa njerës gjënë të vorrosën atu, kjo tregon edhe një lashësi, po tregon edhe një kulturë, që na duhet me pas edhe ndaj njerëzve të cilët na kanë prinë botën tjetër. Do me thonë që janë tash banor të varrave. Kështu që edhe kjo ma kanë thonë disa gjatë kësaj periudhe tash, prej kurit që është botu libri, do me thonë se si të ka shku mendja me folë edhe për varreza. Por kjo është një diçka që është shumë, do me thonë se që njerëzit me i ditë, do me thonë edhe historinë e varreza, tregon edhe një lloj lashësie. Kështu që ambulanta për shembull, edhe atu kam gjetë fotografia dhe kur është nisë ambulanta e parë, sepse ne deri në kohën ndoshta pak para luftës, ambulantën edhe gjithë shka, do me thonë edhe posten, edhe kulturën, e këtë kena pas në kuadër të Graçanicës. Lëmi një qytetës, bashkë kështu të vetë, a jeni me Shqera me Brelot? Jo, a jeni me Graçanicë me Prishtinë? Pas luftës jena me Prishtinë, një periudin akon edhe me Graçanicë, qofë me stacion policor, qofë me ambulantë, qofë me shkollë, edhe unë tani, do me thonë, kom pa dhe sfidat të cilat i kam pas banor tonë edhe kërën akon kuadër Graçanicës, si do mos periudën pak para luftës, për shembull një gru shqiptare me shku më u trajtu në aspektin mjekësor në një ambulantë siç ka qenë në Graçanicë, ka qenë një sfidë në vete. Pastaj është çka kom hasë edhe një diçka fare madje. Paj, ka qenë edhe një diçka që është handicap që shohën në komunitetin tonë, për shembull kur na shku në atë zyrën civile për më regjistru, domethënë kur ka lind fëmia apo dikush tjetër, shumica e banorëve kanë probleme me emër dhe me mbiemër, me emërtime për shkak se ai në zyrën civile aty në Graçanicë ai ka shkruar çysh ka dosh vet. Nuk ke pas drejti më me i thonë për misionin. Jo. Kështu që ka qenë edhe kjo një sfidë në veti, edhe kanë problem njerëzit me emra dhe me mbiemra sepse janë shkruajtur ashtu çysh ka dosh ai personi atje e jo çysh kanë dosh prindërit për më shkruajtur një fëmijë. Kështu që edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që me e ditë këtë komunitet tash është i përzime dhe është i vejtë gjitha onë. Ka mësus, ka arsimtar, ka profesor, ka luftëtar, ka dëshmor, hedhalijet se që në rëmpunën? Pa dyshim, kemi kuadrë shumë të veçanta, kemi ish presidentin e Kosovës, ato kemi artist, kemi dëshmor të cilët jenë vrarë në luftën e Kosharës, që kemi cek edhe këtu në histori, pastaj kemi edhe deputet, kemi ministra, njerëz të cilët kanë lindë dhe janë rritë në Hajvali, kemi edhe ministre të shëndetësisë, për shembull tash aktualin, është banori i Hajvalisë, pastaj edhe publicist, siç është Halil Matoshi apo edhe Izet Sadiku, një kuadër që ka qenë edhe i burgoshur në politik, pastaj edhe biznismen të ndryshëm edhe tash edhe këto vitet e fundit, do me thonë, janë bërë disa lagje jashtëzakonisht moderne në zonën tonë, pastaj edhe pallatin e drejtësisë që kemi shkruajtur edhe në këtë monografi se kur është nisë dhe çka kryhet aty, kështu që tash po quhemi edhe si Prishtinë e Re. Do me thonë, jo më në kuadër Graçanicës, as jo si fshat, po quhemi si lagje e re e Prishtinës. Pinjall 1860-s. Kështu që ponimi edhe ne pak si qytetarë. Pa dyshim nuk kemi kundër. Jo. Jemi fare në vend të misionit. Si porosi, si amanet, si kërkesë, në kuadër të bereqetit, e përmendëm me shtjellum gjithçka që secili për nesh duhet me ndje masë të sigurt se gjithçka që japim ne shkon kohën dhe vendin e duhur. Për çka do të ftoje më shumë tash kohë fundit jemi ka fundi Ramazanit edhe pak edhe i dim për kushtimet, i dim shpërblimet, i dim sevapet
çka të përqendrohemi te aspekti jon fetar, edhe si adherim por edhe tek pjesa e ndihmës së Bereqetit, me ato çka mujmë ne. Prof, unë mendoj kështu edhe si porosia jam e fundit edhe këtij Ramazani, po edhe besoj që edhe takimeve tjera është që secili mu mundu me kry punën e vet. Kur flitet aspekti fetar, na kemi, do me thonë, Bashkinë Islame të Kosovës. Nëse është i naj konfesioni tjetër, naj besimi tjetër, është Bashkia Katolike dhe të përkatëse, do me thonë. Momentet që i thuhet njeriut, është obligim fetar. Leja përgjithësin organizatës ose bashkisë fetare të ati besim. Flitet për vitra, flitet për zeqat, flitet për kurban, flitet për ndihma tjera që janë kuadër të fesë që hynë, t'ja besojmë institucionit fetar. Biko është edhe pa tjetër, tani ajo në sektorët e ndo. Përgjithësia edhe para njerëzve heket, po edhe para Zotit është jemi në rregull. Përgjithësia do të thonë i bartët institucionit fetar. Me keqardhje, nuk du me kritiku asnjë se secila organizatë në Kosovë që është bërë mirë, se unë e respektoj, edhe do me thonë ju lumë çfarë punë e bojnë humanitare, mirë po mos t'i përzim gjonat. Kur na oje që Bashkisë Islame s'kemi drejt të bojmë vitra, zeqat, po qysh tjerat kanë drejt. Do me thonë, në shesh, ama ti mu vitrat. Në qendër tregtare, ama ti mu kurbanin. Let janë zyret, gjërat e ndame, po. Janë gjërat e ndame. Aspekti humanitar është pa limit, të njeriu mund me kësi. Mirë po kur flitet për obligime fetare, që lanë njerëzve të janë kompetent, sepse po përzihen gjërat e pastaj krejt sa vetë përshkojnë adresë në Bashkisë Fetare. Një X organizata atje, bën një skandal atje, edhe faktura paguhet te Bashkia Islame. Kështu që t'jemi të kujdesshëm këtë punë, kjo është, po flas edhe si hoxh. Pikërisht. Do të thonë, momentet që thuhet zeqati është obligim, atëherë i takon Bashkisë Fetare, jo organizatave tjera. Paros, sadakaja jote mund të shpërndo ku dush. Po kur të flitet për obligime, atëherë të drejtojmë në adresë ku duhet. Nëse kena me nxjerr prof në certifikat lindjes anë diçka është komuna. Bile tash e kanë bëhat Kosova dhe na i kanë lecu gjonat. Nëse kena me ndërtu një shtëpi prof, është mirë na me shku të një firmë që mirët me ndërtim edhe më mirë vesh me to. Kemi ndërtu jo pak shtëpi, se për kemi ndërtu në programet tona ose në aktivitetet tona kemi ndërtime të shtëpive. Kështu që na konsultohemi jo me një hoç pastaj kur do na me ndërtu një shtëpi, po na konsultohemi me një firmë që ndërton shtëpi. Edhe na jap koston patjetër secili punën e vet. Kështu që në kjo kesh me qenë porosia jame që secili, domethënë edhe shoqënia shkon përpara shumë, nëse ne secili e kryjm punën e vet. Ti e kryen të gazetarisë, unë të musafirit, ai tjetri teknikën atje, ai tjetri montazhin atje, secili mundu me kryjm. Kjo kish me qenë prof puna më e mirë dhe më e hajrit për shoqëninë tonë. Ndoshta më shumë ti tash kemi nevojë secili më mirë me punën e vet. Domethënë hoxha le të mirë me sanat fetare, politikani me politikë atje, ekonomisti me ekonomi, juristi me jurisprudencë atje me drejtësi e kështu me radhë. Policia me siguri, secili punën e vet shkon para. I kemi tagrimet, po thjesht për informacion, ne dim që Fajri Sabat është më i vlefshëm se falja e Bajramit. Si është planifikuar të falë dorë Zoti Mandishëm Bajramit? Domthonë kur sabahin sa Bajrami sipas tagrimit apo për përfundim si janë edhe këtu prof duhet me pas kujdes. Është një kalendar që është zyrtari i Bashkisë Islame. Na çdo respekt edhe për kompanitë dhe firmat që qesin si vaktijat Ramazanit ose kalendarat të ndryshme. Ti ke punë bëzë vetë kohë. Mirë, po duhet gjithçysh me u bazu te ai zyrtari i Bashkisë Islame të Kosovës. Vllazën, do me thonë, edhe përgjithësinë e merr Bashkia Islame, nëse ja ka qelluar ose nuk ja ka qelluar. Kështu që le të respektohet kalendari që është zyrtari i Bashkisë. Është shumë e ndjeshme. Sepse kemi persona të cilët japin drejt vetes edhe thonë jo po përëndon dielli më herët ose më vonë, ose po lind dielli më herët ose më vonë. Kjo është e mbikëqyrën e jashtëzakonisht për një komisionit që është në kuadër Bashkisë Islame. Ku për zonë po të huja. Pastaj këta bazohen edhe me Shqipërinë, me Maqedoninë.
Pastaj edhe falja e namazit sabat që është ka njëherë diskutabile të disa besimtar, edhe kjo të respektohet. Nëse bëhet mas, Bashkia Islame thotë që mas 20 minutave të thirret e zoni, dhe mas 30 minuta të falet bajrami, të respektohet kjo. Edhe nuk e kemi gjyna nëse na nuk ja kena qëllu. Sepse është Bashkia Islame ajo që merr përgjegjësi. Është përgjegjëse para Zotit edhe para njerëzve. Gabuar të mos e pa qëllim është diçka tjetër, domethënë na unë nuk jam ekspert i kur ato lëvizjet e honës apo diellit. Po është dikush që i këshyr ato. Sepse ka përgjegjësi për ato. Kështu që të respektohet edhe kjo, edhe falja e bajramit, edhe falja e namazit të bajramit dhe të sabat në ditën e bajramit, domethënë të respektohet ashtu siç është në kalendar edhe është gjithçka në rregull edhe ecim përpara, nuk kena nevojë me këshyr shumë anash edhe mbrapa. Faleminderit, Allah shpërblet. Faleminderit për hapësirën. Ju dhash edhe më shumë bereqet, punëve tuaja të bereqetshme. Unë kam shumë respekt për të vëpendimi, sepse edhe na kena kaluar një periudhë, po ju keni bërë disa vite shumë që i shërbeni edhe mërgatës me shumë informacione, kështu që ju falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Pjesë të Ramazanit që ta dim, ne thjesht thjesht ajo siguria jonë që ne kemi ku më drejtu, kemi adresën e dorë. Dhe faleminderit shumë për hapësirën, sepse jashtëzakonisht, domethënë sa herë që vimit këtu te ju ndihemi shumë të kënaqur edhe faleminderit për kontributin që japni. Allah nderoft edhe juve. Faleminderit gjithëve. Ne do të vazhdojmë tutje me emisionet tona. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, me gjithmonë pra jush, domethënë patëm Musafini, i cili sqaroi gjithçka në hollësi, na siguroi për gjithçka që ne e kemi pasur brengos ose shqetësim të mëshëm, kështu që nuk kemi nevojë për rezervë, nuk kemi nevojë për hamendje, veç dorë Zoti i Madhëshëm që neve të na shtoj bereqetë dhe nga ajo që neve Allahu i Madhëshëm na jep, ne t'japim ashtu siç kërkon edhe prej Tij. Dorë Zoti të presim bajramin deri atëherë, minbeqë selam aleikum dhe Allahu i Madhëshëm çojmë në mbrojtjen tonë gjatë gjithë kohës. Selam aleikum.